Në këtë edicion do të ndiqni. Ushtrimi ujë kushigjet nga FSK do të vazhdoj deri më 29 tetor në rajonin e Gjakovës. Pas raportimeve të syrit për kanalizimin në rrugën Ali Hasi, bë sanimi i përkohshëm. Të bashkuar kundër kancerit të gjirit, aktivitet ndërgjerësues në Fakultetin e Mjekësisë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Forca e Sigurisë së Kosovës ka disa ditë që ka filluar realizimin e ushtrimit fushor ujë kushigjet, ku gjatë kësaj periudhe janë vërejtur vazhdimisht lëvizje të konvojeve nga vendbanimet e Forcës së Sigurisë së Kosovës në drejtim të rajonit të Gjakovës, saktësisht aeroportit të Gjakovës dhe poligonit ushtarak në Babaj të Bokës. Ky ushtrim fushor do të vazhdojë edhe për disa ditë, saktësisht deri më 29 tetor. Forca e Sigurisë së Kosovës ka disa ditë që ka filluar realizimin e ushtrimit fushor ujë kushigjet, ku gjatë kësaj periudhe janë vërejtur vazhdimisht lëvizje të konvojeve nga vendbanimet e Forcës së Sigurisë së Kosovës në drejtim të rajonit të Gjakovës, saktësisht aeroportit të Gjakovës dhe poligonit ushtarak në Babaj të Bokës. Zëdhënësja e Ministrisë së Mbrojtjes Leonita Gashi bëri të ditur edhe qëllimin e këtij ushtrimi që po realizohet. Nga data 20 deri më datën 29 tetor do të zhvillohet ushtrimi ujë kushigjet. Pra FSK përmes komandës së forcave toksore do të realizojë këtë ushtrim, i cili ka për qëllim validimin e regjimentit të tretë të këmbësorisë dhe gjithashtu edhe 5 togjeve nga komanda logjistikës. Zona trajnuese janë të kufizuar kryesisht në Babaj të Bokës dhe në aeroportin e Gjakovës, ndërsa përmes këtij ushtrimi po testohen aftësitë e kapacitetet luftarake të njësive në nivel taktik, me qëllim të vlerësimit të gatishmërisë operacionale dhe përmbushjes së standardeve të kërkuara për validim. Përmes këtij ushtrimit po tregojmë gatishmërinë që si Ministri por dhe si forcë kemi në ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe operacionale të FSK-s. Gashi bëri të ditur se gjithçka po shkon sipas planifikimeve deri më sot, sa i përket këtij ushtrimi që po zhvillohet nga ushtarët e FSK-s. Deri më tash gjithçka është zhvilluar në bazë të planit paraprak, i cili përcakton edhe kornizat brenda së cilit duhet të zhvillohet i gjithë ushtrimi deri më datën 29 tetor, kur dhe do të bëhet përmbyllja e këtij ushtrimi dhe validimi i regjimentit të tretë të kombësorisë dhe 5 togjeve nga komanda logjistikës. Forca e Sigurisë së Kosovës po vazhdon të dëshmojë për kushtimin e saj gjithmonë në përputhje me standardet e forcave moderne të mbrojtjes. Mediumi ka raportuar dje për problemet me ujërat atmosferik dhe erën e keqe që po mbretëron në rrugën Ali Hasi në Gjakov. Ndërkohë sot në mëngjes ekipet e KRU Gjakova kanë qëndruar në këtë rrugë duke u përpjekur të bëjnë përkohësisht sanimin. Problemet të shumta në komunitet shumë shpesh raportohen në kronikat e mediumit tonë. Dje, televizioni Syri raportoi për problemin me kanalizimin dhe erën e keqe që po mbretëronte në rrugën Ali Hasi në Gjakov. Banorët e kësaj zone dje pohuan Syrit për shqetësimet e komunitetit për gjendjen e rënduar të kanalizimit pasi prej disa ditësh në këtë rrugë ku ishin shfaqur ujërat të zeza që kishin dalë në sipërfaqe. Mirë po vetëm disa orë pas raportimit, ekipet e kompanisë rajonale të ujësjellësit Gjakova janë gjendur në vendin ku era e keqe kishte pushtuar ambientin. Sipas një postimi në rrjetet sociale të këtyre të fundit, ekipet e terrenit kanë ndërmarrë veprime të menjëhershme për të sanuar përkohësisht problemin me kanalizimin në këtë rrugë, ndërsa sa i përket përgjegjësisë për kanalizimet atmosferike, kompania Çabrati ka për detyrë t'i kryejë këto shërbime. Ndërkohë ekipi ynë sërish ka vizituar sot rrugën Ali Hasi, ndërkohë banorët e kësaj zone shpresojnë që sanimi të mos jetë i përkohshëm, por të gjejë zgjidhje të përhershme. Muajin roz e kanë shënuar sot me një aktivitet edhe studentët e Universitetit Femi Agani në Gjakov.
Parlamenti studentor së bashku me këshillet studentore organizuan ligjëratën dhe panelin e diskutimit mbi kancerin e gjirit. Krahas ligjërimeve profesionale nga profesorët, universitarët, panelistët nga shoqëria civile diskutuan edhe për më shumë çështje të tjera që lidhen me kancerin e gjirit. Në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, në Fakultetin e Mjekësisë u mbajt një aktivitet sensibilizues me temën të bashkuar kundër kancerit të gjirit. Majlinda Haxhi Kadriaj, kryesuese e Këshillit Drejtues, theksoi rëndësinë e informimit dhe zbulimit të hershëm të sëmundjes, si dhe fuqinë e bashkimit në përballimin e sfidave shëndetësore. Kanceri i gjirit nuk prek vetëm gruan, por prek të shoqërinë. Andaj kur jemi bashkë të gjithë, institucionet shëndetësore, organizatat, studentët, mund të mobilizojmë edhe të vetëdijsojmë të gjithë popullatën që të ketë kujdes më tepër për veten dhe për shëndetin. Ndërkaq, profesoresha Antigona Ukhaxha i ligjëratën drejtuar të pranishmeve e nisi me thënien forca një grua është më e madhe se çdo sfidë tjetër. Vërtet qëndron kjo thënie se forca e një gruaja është më e madhe se çdo sfidë. Dhe vërtet ju jeni ato që e keni këtë forcë dhe bashkë me juve dhe shumë të tjerë. Sepse nuk jeni vetëm. Në këtë takim i pranishëm ishte edhe profesori Dr. Haxhi Kamberi, dekani i Fakultetit të Mjekësisë, i cili shpalosi disa të dhëna të organizatës botërore të shëndetësisë për ta treguar se sa është i rëndësishëm ky muaj, edhe pse është sfidë globale lufta kundër kancerit të gjirit. Vetëm në vitin 2022 janë diagnostifikuar 2.3 milion gra në botë me kancer të gjirit. Gjatë këtij vitit kanë vdekur diku 670.000 gra në botë. Një komponent tjetër është komponenta e pabarazisë të cilën e hasim rreth kësaj sëmundje në botë. Pse? Në vendet e zhvilluara diku 99%, mbi 90%, në Amerikë 99% të grave e të i kalojnë 5 vjeçarin të jetesë, 5 edhe më shumë. Ndërsa në vendet e tjera, më pak të zhvilluara, si në Indi, bjen në 66%, kurse në Afrikën e Jugut diku në 40%. Valbona Kastrati, përfaqësuese e organizatës Ja vlen të jetosh, në këtë panel diskutimi, kërkoi më shumë përkraje dhe përfshirje nga studentët. Na e kemi formuar një shoqat. Edhe pse jemi të lodhuna, edhe fizikisht, edhe psikikisht, edhe materialisht, prapë se prapë na i gjejmë ditët, edhe organizojmë, edhe jemi një za kumbus për qytetin tonë. Me 4 tetor, na kemi bo është hera tretë që organizata Ja vlen të jetosh i përkra gratë, është ditë e kancerit, ka qenë tetor, mirë po për shkak se të punës e kemi bo me 4 tetor, mirë po juve studenta asnjëri nuk ju kumpo ato. Nuk keni ardhur me na përkra, edhe pse ka qenë 3 javë ditë e publikune që ka mu bo një manifestim. Ndërsa Eldita Mulla Hasani, profesoresh dhe gazetare në televizionin Syri, dau me të pranishmit mesazhe motivuese dhe përvoja frymëzuese në lidhje me luftën kundër kancerit të gjirit. Do të ndaloj këtu te këto gra që i kam për parasyve të mi dhe pothuajse me secilën prej tyre kam dëgjuar një rrëfim për sëmundjen e tyre, për emocionin, për situatën në të cilën janë ndodhur, edhe për mënyrën se si kanë arritur me i te i kalu ato. Edhe vetë vi prej një familje që jam e rrezikuar nga sëmundja kancerit, paktën nga ana familjarëve të nanës sime, dhe po e them këtu publikisht që jam njëra prej grave që bëj mamografi të vazhdueshme vetëm për ta mbajtur në kontroll situatën me shëndetin tim. Në përmbyllje të aktivitetit, organizatorët ndan mirënjohje për panelistët si shenjë falënderimi për kontributin, ligjërata dhe mbështetjen e tyre në këtë ngjarje me rëndësi të madhe shëndetësore e shoqërore. Antarët e shoqatës të verbërve Gjakova kanë përmbyllur sot javën e njeriut me shkop të bardh, duke prezantuar të arriturat e projektit promovimi i kulturës së të lexuarit në Braille dhe të gjitha aktivitetet tjera që janë mbajtur në këtë organizat. Shoqata të verbërve Gjakova ka përmbyllur sot javën ndërkombëtare të njeriut me shkop të bardh pas hapjes së saj më 15 tetor, me implementimin e projektit promovimi i kulturës së të lexuarit në Braille, gjatë një aktiviteti 4 ditor në Durrës.
Kështu bëri të ditur Mark Pietra, i kryetari i shoqatës, duke theksuar se qëllim ka qenë bashkëbisedimi për rëndësinë e përdorimit të shkopit të bardh e shkrimit Braille. Shoqata e të verbët Gjakova ka hapur javën ndërkombëtare të njëjtë me shkop të bardhë me datë 15 tetor, duke implementuar projektin promovimi i kulturës së të lexuarit në shkrimin Braille. Ky projekt është implementuar për gjatë 4 ditëve në Durrës, Shqipëri, dhe qëllimi ka qenë promovimi i kulturës, ku kemi bashkë biseduar për gjatë 4 ditëve se sa është e rëndësishme përdorimi i shkopit të bardhë, njohja e shkrimit në Braille e kështu me radhë. Kryetari Pietra i tha se javën ndërkombëtare shoqata po e përmbyll me prezantimin e të arriturave të organizatës për gjatë vitit 2025, përkatësisht implementimin e disa projekteve. Sot po e përmbyllim javën ndërkombëtare të njerit me shkop të bardhë, duke prezantuar të arriturat e organizatës për gjatë vitit 2025. Shoqata e Gjakovës ka arritur që të implementojë disa projekte. Është projekti me organizatën UMCE, vendosja pajisjeve të zëmbit në infrastrukturë, është projekti me Kishën e Jezu Krishtit dhe shëqetarëve të mëvonshëm, vazhdimsi pajisja e personave të verbër me pajisje shëndetësore akustike në gjuhën shqipe, është projekti me zyrën e presidentes trajnimet në orientim e mobilitet për gjatë 4 ditëve në muajin korrik në Shqipëri, po ashtu është projekti të cilën e CEKA është promovimi i kulturës së të lexuarit në shkrimin Braille me bibliotekën Pjetër Bogdani. Është edhe projekti i dytë me zyrën e presidentes Sport dhe Intergrim, dhe kështu për gjatë gjithë vitit kemi arritur realizimin e numër të konsiderueshëm të projekteve, pa lënë anash edhe projektin me Kuvendin Komunal të Gjakovës, përkatësisht Drejtorinë për Kulturën dhe Rini dhe Sport. Java e njeriut me shkop të bardhë shënohet çdo vit nga 15 deri më 22 tetor për të ngritur vetëdijen dhe për të rritur angazhimin për persona të verbër kudo në botë. Kandidati për kryetar të Gjakovës nga radhë televizjes Vetëvendosje në Gjakov, profesor Ardian Gola, u është drejtuar qytetarëve me një video duke i falënderuar për votim dhe duke i ftuar për një dalje më masive në balotazhin e datës 9 nëntor. Të dashur qytetarë të komunës së Gjakovës, këto ditë ecëm bashkë nëpër qytet e fshatra, trokitëm derë më derë, folëm hapur, dëgjuam hallet e njëri tjetrit dhe diskutuam idetë të cilat Gjakovën do ta shpijejnë drejt progresit. Ju na treguat shqetësimet për jetën e përditshme, për rrugët, shërbimet, punësimin e rinisë, për kujdesin ndaj fshatrave dhe familjeve. Ne sollëm planin ton, sollëm zgjidhje konkrete dhe treguam vizionin se si Gjakova mund të përfaqësohet dinjitetshëm, të qeveriset drejt dhe të zhvillohet qëndrueshëm për të gjithë. Sot, pas këtij rrugtimi, edhe pas një klime gjithandej të përhapur defetiste se në Gjakovë nuk ka balotazh, Gjakova zëshëm dhe qartë votoi për balotazh duke dëshmuar vetdijen e lartë qytetare dhe duke ndëshkuar arrogancën dhe komoditetin e qeverisjes aktuale. Pra, balotazhi sot është ndëshkim i qeverisjes aktuale e nesër do të jetë fitore e ndryshimit. Por për këtë fitore, kërkohet dalje masive në votim. Sa më masiv votimi, jo vetëm që ndryshimi bëhet realitet, por edhe përfaqësimi është më legjitim dhe qeverisja është më llogaridhënëse e transparente. Balotazhi nuk është vetëm një votim i radhës. Ai është një referendum për ndryshim, një votë për të ardhmen e fëmijëve tonë. Edhe një herë, faleminderit shumë për mbështetjen, për besimin e dhënë dhe për kushtimin tuaj gjatë gjithë fushatës. Të gjithë së bashku, me unitet dhe me vendosmëri, le ta bëjmë Gjakovën qytet të shpresës së realizuar, zhvillimit të jetësuar dhe dinjitetit të garantuar. – 22 tetori është një mundësi për të rritur ndërgjegjësimin rreth çështjes së verbëzimit dhe për të inkurajuar mbështetje më të mirë për individët që përballen me të. Logopedi Dion Gjoka thotë se vazhdimisht duhet punuar në edukimin e shoqërisë për sfidat emocionale dhe sociale që vijnë nga belgëzimi. 22 tetori shënon ditën botërore të belgëzimit, një ditë që ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin për personat që përballen me keqrregullim të folurit dhe të nxjisë mirëkuptim, durime për kraje ndaj tyre. Në këtë ditë, profesionistët e fushës së logopedisë theksojnë rëndësinë e mbështetjes emocionale, komunikimit të durueshëm dhe pranimit të çdo personi që belgëzon. 22 tetori është një ditë që do të më jap gjithë personave durim.
do më thonë belgzimi si një shtrëgullim i rrjedhshmërisë në të folun për personin cili e ka këtë vështirësi, nështë vështirësia ma madhe kish me qenë ajo se sa ka bashkëbisedu si durim që me dëgju deri në fund edhe me pas durim me kujtu fjalët ose rrjedhshmërinë me koordinu të folunin që me u shprej se qysh edhe na kishim dash me dëgju atë person. Pra qëllimi jonë është që personat që kanë belbëzim, mos me undje keq, është një formë ndryshe të shprejonit, edhe personat që dëgjojnë dikon me belbëzim, me pas durim sa ma shumë që me lonë me përfundu ato se çka ka me thonë. Belbëzimi është një çrregullim dinak sepse është i përkohshëm, i trajtueshëm dhe i kalueshëm, por mund të jetë edhe i rikthyeshëm, thot Gjoka. Belbëzimi është një çrregullim dinak, unë e them, është një çrregullim dinak për shkak që është i përkohshëm, është i trajtueshëm edhe i kalueshëm, por shumë shpesh din me qenë edhe i rikthyeshëm. Për këtë arsye i them dinak, mirë belbëzimi është një çrregullim i cili te i kalohet edhe mundëm me funksionu edhe pa belbëzu. Logopedi Gjoka tregoi detaje edhe rreth moshës së fëmijëve, kur është normale belbëzimi apo kur kërkohet vlerësim dhe ndërhyrje profesionale nga logopedi. Nëse një fëmijë 3 vjeçar ka me belbëzu, është diçka shumë normale, për shkak që në atë moshë fëmija është të mundu mi koordinu fjalët me një tjetrën, mi rikujtu ato që i ka mësuar të kalunën, mi rikujtu ato që i ka mësuar kohëve të fundit, edhe në këtë rast ka me lind një farloj belbëzimi që është shumë normal dhe i tolerueshëm për atë moshë. Po në moshën shkollore, për shembull, kur fëmia mbush 6 vjet edhe ka kriju një farë fjalori shumë të mirë dhe din më shpreh, atëherë nëse belbëzimi fillon, nuk duhet injorohet, po duhet përcjellet 3 deri në 6 muaj. Në momentin që kalohet kjo kohë edhe fëmia vazhdon me belbëzu ose përkeqësohet gjendja, atëherë duhet me vizitu logopedin. Zbulimi i hershëm dhe përkraja nga familja janë thelbësore për ta ndihmuar fëmijën që të fitojë vetbesim dhe ta përmirësojë të folurën pa presion. Çmimet e arit kanë rënë ndjeshëm në tregjet e mallrave. Kjo lëvizje reflekton një ndryshim të ndjeshëm në dinamikën e tregut dhe ndikon drejt për drejt në investimet në këtë metal të çmuar. Një nga argjendarët që ka takuar sot ekipi ynë është shprehur se arsyeja kryesore e kësaj rënje lidhet me relaksimin e marrëdhënieve politike dhe ekonomike mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Çmimi i arit ka shënuar rënje të konsiderueshme në tregjet botërore. Metali i çmuar për dorëzim të mënjëhershëm i njohur si ari spot ka rënë më 3.9% nga niveli rekord prej $4.114 për oncë pas mbylljes së tregjeve evropiane. Ndërkohë, ari për dorëzim në dhjetor në bursën COMEX është tregtuar me $4.131, duke pësuar rënje mbi 5%. Një nga argjendarët që ka takuar sot ekipi ynë është shprehur se arsyeja kryesore kësaj rënje lidhet me relaksimin e marrëdhënieve politike dhe ekonomike mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Ai thotë se edhe më herët tensionet tregtare dhe frika nga një përshkallëzim i mundshëm kishin rritur kërkesën për ar, por për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet dy fuqive ekonomike, kërkesa është ulur ndjeshëm, duke ndikuar drejt për drejt në rënjën e çmimit sipas tij. Në momentin kur bie kërkesa, bie edhe çmimi. Në periudha pa tension në shtet dhe tregjet nuk ndjejnë nevojën të rrisin rezervat e arit. Ekspertët ndërkombëtar parashikojnë se tregu i arit do të mbetet i ndjeshëm ndaj çdo zhvillimi të ri politik apo ekonomik mes dy ekonomive më të mëdha të botës, SBA-s dhe Kinës. Në kuadër të javës së 13 të Raiffeisen Ligës së parë, kuqezinjët e Gjakovës kanë udhëtuar sot në Prizren, ku aty janë ndeshur me futbollistët e Lirisë në stadiumin Përparim Taçi. Ndeshja përfundoi me rezultat 0-0. Në kuadër të Gjiros së 13 në Ligën e parë të futbollit, Vllaznimi u përball me klubin e futbollit Liria të Prizrenit.
Para zhvillimit të kësaj ndeshjeje, ndihmës trajneri KF Vllaznimit, Yll Myrta, duke cilësuar këtë ndeshje si një derbi me shumë peshë, u shpreh mjaft optimist. Ai tha se ekipi po udhton në Prizren për fitore. Stërvitet gjatë javës kanë kaluar shumë mirë, ne jemi përgatitur maksimalisht të ditë peshën në rëndësinë që e kemi si ndeshje. Ekipa është mobilizuar edhe po besoj që nuk na mungon kur gjë. Edhe Vllaznimi udhton për 3 pikë në Prizren. Sipas Myrtës, të gjithë futbollistët janë të gatshëm për ndeshjen e sotme, përfshirë edhe sulmuesin Emir Skënderi, i cili ishte i penalizuar javën e kaluar për shkak të kartonave. Sot përkundrazi na rikthehet sulmuesi jon Emir Skënderi pas pushimit javën e kaluar për shkak të kartonave. Të gjithë të tjerët janë të gatshëm dhe optimal për zhvillimin e ndeshjes. Në stadiumin përparim tha që ndeshja mbyll me rezultat 0-0. Në vazhdim ndjekim parashikimin e motit për ditët në OVM. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranë të mërish qeshiu, me temperaturat që kanë lëvizur nga 9 deri në 16 gradë Celsius. Për nesër parashihet moti vranë me diell, me temperaturat të cilat do variojnë nga 5 deri në 21 gradë Celsius. 8 deri në 20 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së premtes, karakterizuar nga moti vranë me diell. Mot me diell e vranësira të kohë paskoshme parashihet edhe për të shtunën, me temperaturë minimale 12 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 19 gradë Celsius. Për të dielën, temperatura do variojnë nga 13 deri në 18 gradë Celsius, karakterizuar nga moti vranë me rreth qeshiu. Moti vranë her pas here dhe me rreth qeshiu parashihet edhe për të hënën, shoqëruar nga temperatura 8 deri në 16 gradë Celsius. Edhe për të martën parashihet mot me rreth qeshiu e vranësira, me temperatura që do lëvizin nga 5 deri në 14 gradë Celsius. Para se të ndami, të ndjekim edhe një artituj kryesor të këtij edicioni. Ushtrimi ujë kushigjet nga FSK do të vazhdoj deri më 29 tetor në rajonin e Gjakovës. Pas raportimeve të syrit për kanalizimin në rrugën Ali Hasi, bë sanimi përkohshëm. Të bashkuar kundër kancerit të gjirit, aktivitet ndërgjerësues në Fakultetin e Mjekësisë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.